Shumë faleminderit kryetare, faleminderit edhe kolegës për pyetjet. Për sa i përket programit praktikave nuk ka në vetvete thelb punësimin. Ka mundësinë e ofrimit të një koncepti për trinj që të bëhen pjesë e praktikës tyre të parë të punës. Pra një nga sfidat që kanë pasur trinj që në kryet herës ka qenë angazhimi i tyre në praktik. Ne shpesh na ndodh që kur trinjt sapo dalin nga shkolla, duan të punësohen dhe pyetja e parë që i bëhen, a ke eksperiencë? Normalisht njëri që sapo ka mbaruar shkollën nuk ka se si të ketë eksperiencë. Kështu që fokusi i këtij programi është t'i japë atë eksperiencën e parë të punës. Dhe prandaj edhe kriteret janë shumë të thjeshta për këtë program. Mjafton që ti jesh nga 21 deri në 26 vjeç dhe të kesh përfunduar bachelorin. Nuk është as kriteri i notave që do të thotë ti vlerësohesh pavarësisht notave që ke marrë dhe sigurisht ka një kriter kualifikues në bazë të meritokracisë. Pra koncepti i programit është që ne i japim të rinjve që kanë përfunduar bachelorin e tyre mundësinë që të bëjnë një praktikë 3 mujore në administratën shtetërore. Thon ky është një program që zbatohet tashmë prej 10 vitesh. Kështu që sot vim këtu me disa ndryshime që e bëjnë programin edhe më të mirë dhe e bëjnë atë konform praktikave të Bashkimit Evropian. Pavarësisht se praktika zhvillohet për 600 të rinj që ne kemi konceptuar, ideja është që prej tyre kush arrin që ka rezultate të suksesshme dhe tregon që përshtatet në pozicionin në cilin zhvillon praktikën, patjetër që mund të punësohet si pjesë e administratës publike. Por në vetvete numri është shumë i kufizuar për të folur këtu për punësimin e trinjve. Kjo është thjesht një mundësi shtesë për trinjt. Nëse flasim për punësimin, ka shumë programe që lidhen me punësimin e trinjve. Nuk janë pjesë e këtij ligji, por do doja të përmendja specifikisht një nga programet më të rëndësishme që ne po e zhvillojmë së bashku me MEK-in, me Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, i cili është programi i garancisë rinore. Programi i garancisë rinore është zbatuar tashmë në 3 qytete, është zbatuar në Shkodër, në Tiranë edhe në Vlorë dhe ka pasur rezultate shumë të mira. Për ta shpjeguar ndoshta se çfarë është programi i garancisë rinore, se ndoshta jo të gjithë janë në brendësi të këtij programi, shërben për gjithë ata të rinj që nuk janë në punësim, nuk janë në arsim dhe nuk janë duke ndjekur një kurs trajnimi profesional. Pra për gjithë ata të rinj, nëse aplikojnë të zyrat e AKPA-s dhe bëhen pjesë e këtij programi, brenda 4 muajve ne kemi detyrimin, të cilin ne kemi plotësuar me sukses në këto 3 qytete, që t'i ofrojmë ose një mundësi arsimit vazhdueshëm, ose një mundësi trajnimi profesional, ose një mundësi punësimi. Dhe kjo do të jetë e mundur për të gjithë të rinj që nuk e kanë gjetur akoma vendin e tyre në tregun e punës. Ky është një program që bëhet në bashkëpunim me Bashkimin Evropian dhe sigurisht do të përpiqet të targetojë të gjithë të rinj që janë grupi NEET, pra të rinj që nuk janë në aftësim, punësim apo trajnim. Kjo është një nga programet kryesore, por jo vetëm kaq, të gjithë programet që ne kemi bërë, pjesa e arsimit profesional, pjesa e formimit profesional, kanë një fokus shumë të rëndësishëm, apo një tjetër program i cili është programi i kodimit, që ka aftësuar 2000 të rinj me kapacitete dhe përgatitjen e duhur për të bërë pjesë e tregut teknologjik. Dhe nuk e di a e keni vënë re, por numri i kompanive teknologjike në Shqipëri është rritur 16 herë që nga viti 2013. Arsyeja pse është rritur dhe kërkesat që vijnë për trinj sigurisht bëhen pjesë e këtij tregu. Prandaj edhe ne kemi krijuar një program për kodimin i cili është specifikisht i targetuar për trinj që t'i punësojë ata në sektoret e të ardhmes dhe sektorë që paguajnë shumë më mirë se sektoret e tjerë. Por kjo janë vetëm disa nga praktikat. Ndërkohë, një nga pikat e dyta që ju kishit në pyetjen tuaj lidhet me mbikëqyrjen e fondeve. Faleminderit për pyetjen, se është shumë e rëndësishme që të kthej përgjigje kësaj pyetje dhe mbi të gjitha besoj që vlen ky momenti për të përgëzuar punën që është bërë me Agjencinë Kombëtare të Rinisë, sepse në ndryshim nga të gjithë institucionet e tjera, Agjencia Kombëtare e Rinisë ka marrë metodologjinë e Bashkimit Evropian për grantdhënien. Pra kjo do të thotë që nuk vendos më vetëm administrata për përcaktimin e fondeve, por vendos administrata së bashku me shoqërinë civile dhe donatorët. Duke pasur 3 palë në komisionin vendimarrës, sigurisht ne kemi shumë më tepër objektivitet, transparencë dhe eficiencë. Kjo tregohet edhe nga numri i ulët i ankesave që marrim çdo vit. 2 apo 3 ankesa në 140 apo 150 aplikues, që do të thotë që procesi realisht është transparent dhe organizatat e shoqërisë civile, jo vetëm transparenca është rritur në këto 3 vite, që kur kemi implementuar skemën, sërish theksoj, është skemë e akredituar nga Bashkimi Evropian. Nuk është një skemë shqiptare që e kemi shpikur ne, është një skemë e Bashkimit Evropian që është përshtatur dhe është metodologjia më e mirë dhe madje edhe në Komisionin Evropian për ekonominë dhe çështjet sociale është vlerësuar rasti i Shqipërisë si një rast ekzemplar për sa i përket grantdhënies. Jo vetëm kaq, por pjesa që është e rëndësishme, duke qenë se ne kemi përshtatur metodologjinë me Bashkimin Evropian, i kemi lejuar organizatave të shoqërisë civile në Shqipëri që të përgatiten për të patur aftësitë e nevojshme për të aplikuar edhe për fonde për Bashkimin Evropian. Pra duke mos i lënë ata që të varen vetëm nga fondet e shtetit shqiptar, por duke krijuar edhe mundësinë që ato të aplikojnë Bashkimin Evropian dhe të jenë konkurrues me organizatat e shteteve tjera. Kjo patjetër që është një vlerë e shtuar dhe sigurisht ka dhënë edhe rezultate, duke qenë se organizatat tona në 3 vitet e fundit kanë fituar shumë më tepër fonde nga donatorët e huaj dhe nga Bashkimi Evropian se ç'kan pas fituar përpara ndryshimeve ligjore që ne bëm për pjesën e grantdhënies tek Agjencia Kombëtare e Rinisë. E treta,
pyetja juaj lidhet me këshillat vendor rinor dhe këshillin kombëtar rinor dhe se çfarë fuqie reale vendimarrëse kanë ato. E para duhet kuptojmë se çfarë janë këshillat vendor rinor dhe këshilli kombëtar rinor. Janë entitete konsultuese. Pra, nuk janë entitete vendimarrëse, janë përfshirja e të rinjve në proceset vendimarrëse. Dhe kjo është dhe arsyeja pse mënyra se si janë strukturuar këshillat vendor rinor, ato kanë kryetarin e bashkisë. Sot ne vim këtu për të propozuar që të jetë me bashkëkryesi. Pra qeveriu të ketë të njëjtën fuqi që ka edhe zyrtari i përzgjedhur. E njëjta gjë vlen edhe për Këshillin Kombëtar Rinor. Është një entitet ku të rinjt përzgjidhen në një mënyrë meritokratike. Më lini t'ja u shpjegoj si përzgjidhen të rinjt, sepse besoj që është shumë e rëndësishme, sepse duhet ta dini se si përzgjidhen të rinjt në Këshillin Kombëtar Rinor. Dhe pjesa që është e rëndësishme, ne kemi 16 anëtarë në Këshillin Kombëtar Rinor, nga të cilët 8 prej tyre janë përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile. Pra, secili që dëshiron ka mundësinë që të aplikojë dhe të bëhet pjesë e këtij procesi. Ne kryejmë rolin e sekretariatit dhe të gjithë të rinjt aplikojnë dhe votojnë me mënyrë të gjithë të rinjt, kur e kemi pasion punën kështu ndot. Kështu që të gjithë të rinjt kanë mundësinë që të votojnë për përfaqësuesit e organizatave rinore që ata duan që të jenë pjesë e Këshillit Kombëtar Rinor. Pra siç përmenda, 8 përfaqësues përzgjidhen nga shoqëria civile dhe 6 të tjerë përzgjidhen nga këshillat studentore, që do të thotë çdo student në Republikën e Shqipërisë mund të përzgjedhë se kush do të jetë ai antar i këshillit studentor i cili përfaqëson të rinjt. Për sa i përket pavarësisë, besoj që duke qenë se përzgjidhen vetë nga bashkëmoshatarët e tyre, patjetër që kanë çdo drejtë mundshme që të jenë pavarur në vendimarrje. Dhe realiteti ka treguar nga gjithë konsultimet që ne kemi bërë, sepse në fakt gjatë kësaj periudhe ne kemi pasur 2 këshilla kombëtare rinor, një që ka zgjatur mandatin nga 21 në 23 dhe tjetri nga 23 në 25. Kemi pasur shumë debate dhe shumë diskutime konstruktive, që do të thotë që të rinjt janë aty për të shprehur mendimet e tyre. Jo gjithmonë bjem dakord me të rinjt, jo gjithmonë kërkesat e tyre janë në linjë me çfarë ne mendojmë që mund të jetë më e mira, megjithatë fakti që kemi këto debate konstruktive dhe fakti që të rinjt kanë mundësinë të shprehin mendimin e tyre dhe kanë mundësinë të dëgjohen nga strukturat më të mira vendimarrëse, patjetër që kjo i ofron edhe atyre të drejtën të jenë pjesë e tavolinave të diskutimeve. Mendoj që kjo do të jetë shumë hap i rëndësishëm edhe për sa i përket detyrave tona për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian dhe të rinjt patjetër që do të jenë në çdo hap të këtij procesi. Shpresoj që isha e qartë në përgjigjet e mia. Okej, mund të vijoj atëherë me prezantimin e projektligjit? Besoj në komisione kam qenë shtëruese për sa i përket prezantimit, por gjithsesi do doja të merrja kohën time për ta prezantuar projektligjin plotësisht, por edhe ndoshta për t'ju treguar pak mbi to ishin pyetjet e kolegës. Atëherë, sot nuk mund ta lë dot me kaq, se kemi pasur shumë të rinj të angazhuar në këtë proces dhe besoj që sot kanë dëshirë të dëgjojnë se çfarë është përfshirë në projektligj lidhur me komentet dhe me sugjerimet e tyre. Kështu që kjo është arsyeja pse do t'ju kërkoj ndoshta me shumë kortezi që të më ndiqni dhe të më dëgjoni. Besoj do t'ju shërbej edhe për të rinjt tuaj. Të rinjt janë gjithë bashkët, kështu që Atëherë, sot jam këtu përpara jush për të prezantuar projektligjin për rinin dhe në fakt ky vjen e para si një detyrim dhe një premtim i mbajtur ndaj të rinjve që e kanë kërkuar këtë projektligj dhe së dyti edhe për të përmbyllur një cikël 4 vjeçar reformas në fushën e rinis, duke kryer rinin në kryefjalë të politikbërjes, qoftë në nivel vendor edhe në nivel kombëtar. Ligji aktual është propozuar në 2019 dhe miratuar në 2019, duke sjellë aso kohë një ligj të veçantë për të rinjt, për të angazhuar shtetin në mbrojtjen e drejtave të rinjve, por duke hedhur bazat për fuqizimin dhe angazhimin e të rinjve në vendimarrje. Përgjatë këtyre 4 viteve kemi pasur miratimin e akteve nënligjore për ligjin e rinis. Dhe sot janë ngritur dhe funksionojnë rrjete strukturash, institucionesh dhe programesh që mbështesin të rinjt në fusha të ndryshme që kanë arritur realisht rezultate të prekshme. Përmenda pak më herët thelbin e këtij ligji, pra krijimin dhe fuqizimin e mekanizmave dhe strukturave për të rinjt. Këshilli Kombëtar Rinor, tashmë kemi pasur 2 këshilla kombëtar rinor, të cilët kanë aktualisht 16 antarë dhe nga cilët 12 janë përfaqësues rinor, 8 janë nga organizatat rinore dhe 6 janë nga studentët dhe këshillat studentore.
Çfarë kemi diskutuar në Këshillin Kombëtar i Rinisë gjatë kësaj periudhe ka qenë strategjia kombëtare e rinisë, procesi i ndryshimit të vlerësimit të projekt propozimeve nga organizatat rinore, fushat prioritare të përvitshme lidhur me mbështetjen e shoqërisë civile, si dhe ndryshimet legjislative për këtë ligj që po diskutojmë sot këtu, por edhe për çdo ligj tjetër që lidhet me rinin. Ndërkohë, për sa i përket këshillave vendore rinor, në këto 4 vite të fundit kemi arritur të krijojmë këshilla vendore rinor në të gjithë bashkitë e vendit, që janë kthyer në mekanizma efektiv për përfshirjen e të rinjve në politikbërjen vendore. Gjithashtu, të rinjt e këshillave vendore rinor, që janë mbi 400 të rinj që janë pjesë e këtyre këshillave, kanë pasur mundësinë që trajnohen në mënyrë të vazhdueshme për të fuqizuar rolin e tyre në vendimmarrje. Ndërkohë, një tjetër institucion që përmenda është Agjencia Kombëtare e Rinisë, që është themeluar në shtator të 2020-s, dhe gjatë 4 viteve që nga themelimi i këtij institucioni, AKR-ja ka pasur mundësinë që të zhvillojë dhe të zbatojë në mënyrë të suksesshme një sër programesh. Së pari, përditësimi i metodologjisë së vlerësimit të projekt propozimeve të organizatave rinore dhe të organizatave për të rinjt sipas metodologjisë së Bashkimit Evropian, që ka rezultuar me sukses dhe ka rritur kapacitetet e shoqërisë civile. Së dyti, Agjencia Kombëtare e Rinisë ka arritur të zhvillojë trajnime të shumta, qoftë për procesin e vlerësimit për propozimeve, për shkrimin e projekteve, për trajnimin e punonjësve rinor në të gjithë bashkitë e vendit, por edhe për trajnimin e të rinjve për të rritur kapacitetet dhe aftësitë e tyre. Ndërkohë, gjithashtu Agjencia Kombëtare e Rinisë koordinon punën me 61 punonjës të rinor të vetë qeverisjes vendore, që janë dhe personat e dedikuar për të mbështetur të rinjt. Ndërkohë, roli krijimi në shtator të 2021 të një institucioni përgjegjës për të rinj, siç është edhe roli i Ministrit të Shtetit për Rinin dhe Fëmijët, sigurisht që ka bërë një punë të mirë për sa i përket koordinimit të politikave rinore. Për sa flasim për investime, Agjencia Kombëtare e Rinisë gjatë kësaj periudhe 4 vjeçare ka arritur që të mbështesë 15 qendra rinore, biblioteka dhe hapësira për të rinj. Ndërkohë, gjatë këtij viti do të arrijmë të implementojmë edhe 6 projekte të tjera për qendra rinore, biblioteka dhe hapësira për të rinj. Konkretisht kemi ndikuar 230.000 të rinj me anë të këtyre investimeve dhe sigurisht kjo mbështetje do të vazhdojë çdo vit, duke rritur kapitalin e investimeve për të rinjt me nga 6 qendra rinore në çdo vit të qeverisjes. Për sa i përket mbështetjes për edukimin dhe punësimit të të rinjve, përmenda programin kombëtar të praktikave të punës, i cili këto 10 vite ka arritur të targetojë plot 5.000 të rinj që janë bërë pjesë e programit praktikave, dhe nga të cilët 2.000 prej tyre kanë arritur që të vijojnë punën si pjesë e administratës publike. Sigurisht që këto të rinj kanë përfituar edhe nga reforma e rritjes pagave. Mlini t'ju rikujtoj që paga që nga 2013 është rritur me 2.6 herë. Ndërkohë, për programin e kodimit për të rinjt, ju përmenda pak më herët që kjo ka qenë një skem nga qeveria shqiptare për të rritur aftësitë e të rinjve në fushën e teknologjisë informacionit dhe kemi arritur që vetëm në 2 vite të targetojmë plot 2127 të rinj që janë bërë pjesë e këtij programi. Dhe sigurisht ky program ka arritur të mbështesë këta të rinj që të vijojnë më tej me politikat e tyre, por edhe me punësimin e tyre në fushën e teknologjisë informacionit. Një tjetër program shumë i rëndësishëm që është zbatuar ka qenë programi Arte dhe Zeje, i cili ka arritur të shtrihet në 200 shkolla në Republikën e Shqipërisë dhe ka ndikuar 10.000 të rinj, të cilët kanë marrë kurse falas në fushat e arteve dhe zejeve në shkollat e tyre, për të zhvilluar më tej dhe për të zbuluar talentet e tyre. Sigurisht, edhe ky program do të vijojë më tej edhe në mandatin e ardhshëm, duke zgjeruar më tej në Republikën e Shqipërisë, por dhe duke krijuar më shumë mundësi që të rinjt të përfshihen dhe të zhvillojnë edhe më shumë talentet e tyre. Një tjetër program për sa i përket pjesës së sportit është programi i ekipeve sportive, që ka tashmë 3 vite që zbatohet. E filluam fillimisht me 249 shkolla dhe tashmë e ofrojmë në 291 shkolla, duke pasur 12.000 të rinj që përfitojnë nga ky program, që marrin të gjithë pajisjet dhe mjetet e nevojshme falas dhe janë pjesë e programit pa asnjë pagesë për prindrit e ta apo për ata vetë. Sigurisht që ky program kombinohet edhe me një komponent të rëndësishëm që është investimi në terrene sportive. Gjatë këtyre viteve kemi investuar në 200 terrene sportive dhe palestra, që e bëjnë të mundur që ne ta shtrim edhe më tej këtë program për t'i ofruar të rinjve mundësinë që ato të angazhohen në sport dhe të kenë një jetë sa më të shëndetshme. Por kur flasim për Agjencinë Kombëtare të Rinisë, ndoshta edhe një nga pyetjet sot ishte me mbështetjen për shoqërinë civile. Dhe dua t'ju them që gjatë këtyre 4 viteve kemi arritur të mbështesim 84 organizata të shoqërisë civile, duke pasur një ndikim të drejt për drejt të 43.600 të rinj. Pra këta janë të rinj që janë bërë pjesë e programeve tona dhe kanë përfituar nga gjithë metodologjia që ne kemi për trajnimin dhe rritjen e kapaciteteve të rinjve. E ndërkohë, gjatë këtyre 4 viteve kemi miratuar strategjinë kombëtare të rinisë 2022-2029, e cila është edhe baza kryesore mbi politikat që ne ndjekim për të rinjt. Dhe pjesa më e rëndësishme e kësaj strategjie nuk është vetëm miratimi i saj, por edhe fakti që monitorohet në baza 6 mujore dhe vjeçare, duke u siguruar që të gjithë masat e përcaktuara në
strategjinë kombëtare të rinisë të mund të ndiqen me prioritet dhe me rigorozitetin e duhur. E ndërkohë, sigurisht të rinia nuk është vetëm në Shqipëri, pra është dhe përfaqësimi i të rinjve jashtë vendit tonë dhe ne kemi qenë pjesë e strukturave rajonale siç është zyra rajonale për bashkëpunim rinor. Kjo ka forcuar bashkëpunimin rajonal për të rinjt tanë dhe ka pasur mundësinë që të shkëmbehen me të rinjt e Ballkanit Perëndimor. Plot 6 shtete të Ballkanit Perëndimor me të cilët të rinjt kanë kryer programe shkëmbimi rinor. Ndërkohë, sigurisht që sado të mira që kanë qenë arritjet për gjatë tyre 5 viteve të ligjit për rinin, patjetër që siç ndryshojnë edhe kushtet e rinisë, po dhe kërkesat e rinisë, kemi kuptuar që kishim disa komponentë tek ligji, të cilat shërbejnë për të përmirësuar edhe për të bërë edhe më të mira në të ardhmen. Prandaj edhe vim sot me disa ndryshime ligjore në këtë ligj. Dhe përpara se të dëgjoj kolegët e opozitës që të flasin për pjesën e konsultimit ligjit, siç e kanë ngritur edhe në komisione, më lejoni t'ju them që për sa i përket konsultimit të këtij ligji, konsultimi ka filluar që në janar të vitit shkuar dhe ka përfunduar në nëntor të vitit 2024 kur është përcjellë në qeveri. Dhe gjatë konsultimeve janë përfshirë qindra organizata rinore dhe për të rinjt, antarët e Këshillit Kombëtar Rinor, mbi 400 të rinj pjesë e këshillave vendore rinor, organizata rinore ombrell, këshilla studentor, organizata donatore dhe partnerë në sektorin e rinisë, por sigurisht edhe një tur konsultimesh që nga Konispoli në Tropoj. E mbi të gjitha, këto janë zhvilluar fizikisht në terren atje ku janë të rinjt. Por nuk janë vetëm këto konsultime, por konsultimet janë zhvilluar edhe nëpërmjet emailit dhe platformës elektronike të konsultimeve. Kështu që në këtë pikë do doja të përcjellja një falënderim shumë të përzemërt për gjithë ato organizata dhe të rinj që janë angazhuar për të bërë pjesë e procesit konsultimit të këtij projekti ligji. Dhe dua të theksoj që çdo vrejtje, vlerësim, koment apo sugjerim që është bërë nga ju është shënuar dhe vlerësuar me seriozitetin më të lartë, duke bërë përpjekjen tonë maksimale që të mund t'i përfshinim në këtë propozim që sjellim sot në kuvend. Pra, në këndvështrimin tim e ndaj autorsinë e këtij projekti ligji me gjithë të rinjt që janë bërë pjesë e këtij procesi. Për sa i përket ndryshimeve që ne përcjellim sot këtu për miratimin tuaj, lidhen me garantimin e pjesëmarrjes së të rinjve në proceset vendimarrëse. Fola gjëri gjatë për sa i përket këshillave vendore rinor dhe këshillave kombëtare rinor, Këshillit Kombëtar Rinor, dhe në fakt dy ndryshimet kryesore këtu lidhen me pjesën e rritjes së përfshirjes së të rinjve. Së pari pjesa e bashkëkryesimit. Deri më sot e kanë kryesuar këto këshilla kryetari i bashkisë apo unë si ministre në rolin për mbështetjen e të rinjve, por çfarë duam të bëjmë tani me këtë ndryshime ligjore është në fakt ta bëjmë me bashkëkryesi, që vetë të rinjt të jenë pjesë e drejtimit të këtyre mbledhjeve, qoftë në nivel lokal të këshillat vendore rinor, por edhe në nivel kombëtar. Sigurisht jo vetëm bashkëkryesimi, por edhe pjesa e rëndësishme që kemi kuptuar është që ndonse kemi dashur që të garantojmë pjesëmarrjen e gjithë të rinjve, nuk e kemi arritur në 100% të rasteve. Prandaj sot propozojmë një përfaqësim të garantuar brenda Këshillit Kombëtar Rinor dhe Këshillit Vendor Rinor për të rinjt me nevoja të veçanta, për të rinjt nga grupet e marginalizuara, për të rinjt e grup moshës 15 deri në 18 vjeç, por edhe për të rinjt nga diaspora, me qëllim që vendimarrja e këshillave vendore rinor dhe e Këshillit Kombëtar Rinor të reflektojnë në mënyrë sa më të drejtë dhe gjithëpërfshirëse interesat dhe perspektivat e të gjithë të rinjve, në mënyrë që edhe politikat rinore të përshtaten me plotësimin e kushteve dhe kërkesave që të rinjt kanë. Për sa i përket programit kombëtar të praktikave të punës, përmenda që është një program që tashmë zbatohet, por ne vim këtu me dy ndryshime. Ndryshimi i parë lidhet me pjesën e ofrimit të një trajtimi ushqimor për të gjithë të rinjt që bëhen pjesë e këtij programi për gjatë periudhës 3 mujore, dhe ndryshimi i dytë lidhet me trajnimin e tyre. Pra dëshira jonë ka qenë që këta të rinj që bëjnë praktikën, edhe nëse vijojnë apo nuk vijojnë të jenë pjesë e administratës publike pas përfundimit të programit praktikës, të kenë mundësinë që të marrin një trajnim të mirëfillt se çfarë do të thotë të jesh pjesë e administratës. Qoftë një trajnim për aftësitë e buta, qoftë një trajnim për etikën, për buxhetin, për kodin e sjelljes dhe çdo komponent i nevojshëm që të bën një punonjës edhe më të mirë, qoftë edhe nëse je pjesë e administratës apo nëse në vijim ti zgjedh të bësh pjesë e sektorit privat. Një tjetër program i ri është programi Talenteve Rinore dhe këtu ndoshta dua t'ja përcjell gjithë kolegëve sepse do t'ju shërbej për të rinjt që keni në zonat tuaja. Ky do të jetë mundësia që të rinjt të mbështeten në kultivimin dhe promovimin e talenteve të tyre. Pra për çdo të ri që fiton një kompeticion dhe duhet që të përfaqësohet jashtë Shqipërisë në një kompeticion ndërkombëtar në fushat e artit, kulturës, edukimit, shkencës, teknologjisë dhe sportit, ne me Agjencinë Kombëtare të Rinisë do të mbështesim të gjithë kostot për këta të rinj. Pra dëshira jonë është që kushdo i ri që ka mundësinë dhe privilegjin që të përzgjidhet për të marrë pjesë në një kompeticion ndërkombëtar, të mos varet nga prindrit a mund të marrë pjesë apo nuk mund të marrë pjesë, por të ketë mundësinë që të financohet e gjithë pjesa e pjesëmarrjes në këto kompeticione nga ana e Agjencisë Kombëtare të Rinisë.
Së treti është programi i nismave komunitare, i cili do të ketë mundësinë që të fuqizojë të rinjt për të ndërmarrë projektet e tyre në zonat ku ata jetojnë. Pra një grup i vogël të rinj, nga 4 të rinj e më sipër, mund të kenë mundësinë që të propozojnë një projekt të tyre, ndaj Agjencia Kombëtare e Rinisë i mbështet ata për ta vënë në jetë të projekt. Pra jo vetëm që të rinjt kanë ide të bukura, apo pse jo, idetë që ata kanë, kemi mundësinë që t'i vendosim në jetë dhe t'i zbatojmë për të përmirësuar qytetet dhe për të përmirësuar komunitetet ku ata jetojnë. Së fundi, vendosja e standardeve dhe rritja e cilësisë për shërbimet rinore. Këtu janë 2 propozime të rëndësishme. E para lidhet me qendrat rinore, që ne tashmë kemi një numër të konsiderueshëm qendra rinore në Republikën e Shqipërisë, dhe qëllimi jon është që këto qendra rinore tashmë të mund të konsiderohen si persona juridik dhe të rrisin mundësinë e qendrave rinore për të përfituar nga financimet e donatorëve të huaj dhe aplikimet në projekte ndërkombëtare. Por jo vetëm kaq, por edhe për të vendosur standarde bazë për strukturimin, rolin, funksionimin, sigurinë dhe ofrimin e shërbimeve në qendrat rinore. Së fundi është pjesa e punonjësit rinor, duke qenë se ne tashmë kemi 61 punonjës rinor në çdo bashki të vendit, dëshira jonë është që këta punonjës rinor të akreditohen dhe certifikohen në mënyrën e duhur për të bërë edhe këta në raport me standardet e Bashkimit Evropian dhe për të ofruar shërbime edhe më miqësore ndaj të rinjve në qytetet ku këta të rinj jetojnë. Kjo ishte një përmbledhje me shpresë e shkurtër, por nuk paska qenë kaq e shkurtër, për sa i përket ndryshimeve ligjore. Uroj shumë që në këtë seancë të fundit, se në fakt është edhe seanca fundit përpara 11 majit, dhe besoj që në këtë kuadër t'ju jep mundësinë ky projekt ligj të gjithëve përtej ndasive partijake, të mund ta votoni për të shkuar në zonat tuaja dhe për t'i thënë të rinjve që po, edhe unë kam mbështetur një nisëm për ju. Shumë faleminderit.